Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja si ta pastroni zorrën e trashë dhe të shpëtoni nga hemoroidet vetëm me 3 përbërës. Për të përmirësuar shëndetin tuaj tretës, merrni më shumë fibër dhe qëndroni të hidratuar. Kjo është këshilla e parë që u jepet personave që vuajnë nga hemoroidet. Zgjerimi i enëve të gjakut në pjesën e poshtme të rektumit. Por çfarë duhet të konsumoni eksaktësisht nëse vuani nga hemoroidet? Sipas health.com do të rendisim disa nga zgjidhjet më të mira të dietës suaj, të cilët do të ndikojnë pozitivisht në menaxhimin e shqetësimit të hemoroideve. Shtoni në dietën tuaj ushqimet e pasur me fibër. Fibrat janë një pjesë e rëndësishme e dietës mesdhetare. Fibrat parandalojnë hemoroidet duke shmangur kapsllëkun dhe duke marrë të paktën 25 deri në 30 gram fibër në ditë, do të mund të gjeni edhe ushqimet si fasulet, brokoli, karrotat, drithrat dhe frutat e freskëta. Thjerrzat, fasulet dhe frutat e thata gjithashtu mund të jenë pjesë të dietave tuaja. Mund të merrni sasinë e rekomanduar të fibrave çdo ditë nga familja e bishtajave. Vetëm gjysmë kupe bishtajore si fasule, thjerrzat, bizelet mbulojnë 1/2 e sasive të rekomanduara çdo ditë. Vetëm 20 bajame ose fistik përmbajnë 3 gram fibër. Mund t'i përdorni fasulet dhe frutat e thata në sallata. Gjithashtu edhe drithrat. Në vend të bukës së bardhë dhe makaronave, konsumoni ushqime të prodhuara me mjedh të drithrave si bollguri, elbi, mjedhi thekrës për të rritur sasinë e fibrës së patrekshme. Frutat dhe perimet gjithashtu mund të jenë aleati juaj më i mirë. Molla, pjeshka, patatet, kumullat, të gjitha këto fruta dhe perime janë të pasura me flavonoide përbërës që parandalojnë hemoroidet. Prodhimet bimore të shumta që përmbajnë shumë ngjyra, si boronicat, manaferat, rrushi, domatet e të tjera, janë të pasur me flavonoide. Një racion me fruta përmban rreth 3 deri në 4 gram fibër. Një kup me brokoli, kungull, sallat, sidomos edhe sallata jeshile, spinaqi e të tjera, mund të përmbajnë përafërsisht 4 deri në 5 gram fibër. Disa fruta dhe perime kanë përveç fibrës edhe shumë ujë. Kastravet si selinoja, speca dhe shalqini janë më së shumti të pasur me ujë me rreth 90% të peshës së tyre. Merrni më shumë fibër dhe gjithashtu qëndroni të hidratuar për të përmirësuar sistemin tuaj tretës dhe për të evituar kështu edhe shqetësimet tuaja të hemoroideve. Përveç produkteve që duhet t'i shtoni në dietën tuaj, ka edhe produkte siç mund të jenë ato të cilat duhet t'i evitoni me patjetër nga dieta juaj. Hemoroidet mund të jenë edhe një përvojë e dhimbshme dhe e pakëndshme. Nëse e keni këtë problem, mund të keni provuar shumë gjëra për ta përmirësuar. Mos harroni se një mënyrë për ta bërë këtë është duke ndryshuar dietën tuaj, citon Health Match. Por cilat janë ushqimet që duhet t'i shmangni nëse e keni këtë shqetësim? Produktet e qumshtit. Shmangja e produkteve të qumshtit është një hap kyç në trajtimin e hemoroideve. Produktet e qumshtit si djathi, kosi, qumshti janë të pasur me laktozë, e cila mund të irritojë edhe lëkurën e zonës. Intolerancë ndaj laktozës mund të çojë gjithashtu në diarre. Më rrallë, në kapsllëk, ndaj është e rëndësishme të mos futeni në këto ushqime nëse keni simptoma dhe pa ulur ato, këshillohet të mos i konsumoni. Kur konsumohet qumshti, disa reaksione kimike mund të përkeçohen në çdo shpërthim të ekzistimit të hemoroideve dhe gjithashtu të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj, duke krijuar probleme të reja. Nëse jeni diagnostifikuar me intolerancë ndaj laktozës, shmangni të gjitha produktet e qumshtit për të paktën 2 gjëra pasi simptomat zhduken. Mielli i bardhë gjithashtu mund të ndikojë negativisht. Mielli i bardhë është një ushqim shumë i përpunuar dhe duhet të shmanget kur përpiqeni të evitoni ushqimet që shkaktojnë hemoroide. Është shumë i lartë në karbohidrate, të cilat mund të çojnë në diarre dhe kapsllëk, dy shkaqe të zakonshme të shpërthimit të hemoroideve. Nëse jeni duke kërkuar alternativa më të shëndetshme, provoni të zvendësoni miellin e bardhë me atë të grurit integral ose të kërkoni alternativa të tjera, atë të miellit me qiqra ose me bajame. Ushqimet pikante. Në këto raste është më mirë që t'i evitoni. Ushqimet pikante mund të jenë të dëmshme nëse vuani nga hemoroidet, pasi mund të irritojnë këtë shqetësim.
Në disa raste, djegësia mund të shkaktojë një sulm të simptomave të hemoroideve duke i përkeqësuar ato. Ushqimet pikante gjithashtu mund të përkeqësojnë simptomat të ulçërës në zorë dhe në stomak, të cilat çojnë edhe në gjakderdhje. Nëse keni kapslëk të lidhur me hemoroidet, ushqimet pikante mund të përkeqësojnë problemin sepse ato shkaktojnë kontraktime të muskujve të zorrës dhe mund të pengojnë lëvizjen e zorrëve. Chipsat dhe ushqimet tepër të kripura gjithashtu ndikojnë në përkeqësimin e problematikës suaj. Nëse keni hemoroide, është thelbësore të shmangni chipsa dhe ushqimet e shpejta, ndërsa përmbajtja e lartë e yndyrnave të këtyre ushqimeve është e keqe për shëndetin tuaj në përgjithësi. Ato me hemoroide duhet jenë veçanërisht të kujdesshme edhe për ato që konsumojnë. Këto ushqime mund të shkaktojnë ose të përkeqësojnë simptomat e hemoroideve. Mishi i përpunuar ose edhe mishi i thatë. Nëse keni hemoroide, është më mirë të shmangni mishin e përpunuar. Mishi i përpunuar është i mbushur me natrium dhe konservues që mund të përkeqësojnë hemoroidet tuaja. Nëse dëshironi diçka të kripur, provoni ushqimet më të shëndetshme si arrat dhe farat. Ushqimet me nisë të shtesë si chipsat e misrit mund të çojnë gjithashtu në kapslëk, duke përkeqësuar potencialin e simptomave të hemoroideve. Alkooli, kafeina dhe suplementet e ekurit mund të ndikojnë në këtë shqetësim. Megjithse jo saktësisht ushqime, alkooli dhe kafeina dihet se rrisin presionin në venat e hemoroideve. Por më tepër alkooli mund të zvogëlojë rrjedhjen e gjakut në zonë. Reduktimi i konsumit të alkoolit dhe kafeinës mund të ndihmojë në zvogëlimin e shqetësimit të hemoroideve. Ato gjithashtu mund të shkaktojnë efekte anësore gastrointestinale, të cilat janë edhe më të padëshirueshme me hemoroidet. Nëse vuani nga këto shqetësime, drejtohuni tek mjeku juaj për të marrë trajtime më të specializuara. Hemoroidet janë një dukuri irrituese por e zakonshme për shumë njerëz. Megjithatë, disa ushqime mund të ndihmojnë në lehtësimin dhe madje të parandalojnë zhvillimin e mëtejshëm të tyre, siç janë frutat. Frutat përmbajnë fibra dhe flavonoide që ndihmojnë në kontrollin e problemit të hemoroideve. Flavonoidet shpesh quhen vitaminë P dhe pjesa më e madhe e saj gjendet te manaferat si boronicat, mjedrat, madje edhe më shumët të fibrat e nevojshme që mund të merren duke ngrënë lëkurën e frutave, diçka që mund të bëni me mollët, portokallin, madje kivin dhe mangon. Arrat. Arrat kanë veti të forta antiinflamatore të cilat zvogëlojnë entjen e indeve të venave duke pasur hemoroide. Bajamet dhe arrat janë veçanërisht të pasur me fibër. Një porcion me 20 bajame ka rreth 3 gram fibër. Përveç se kontribon në shëndetin e mikroflorës së zorëve, konsumi i këtij ushqimi mund të zvogëlojë edhe kolesterolin e keq, i cili është një nga simptomat e lidhur në pleqëri së bashku me hemoroidet. Perimet. Patatet e ëmbla, panxari dhe karrota janë të pasur me fibër dhe veçanërisht të shëndetshme për zorën. Patatet janë një nga ushqimet më të mira për të hequr qafë hemoroide të brendshme dhe të jashtme. Patatet e zira përmbajnë nisë shtej që kanë veti rezistente, veprojnë nëpërmjet fibrave të tretshme dhe në këtë mënyrë reduktojnë kapslëkun, gjë që lehtëson simptomat e hemoroideve. Selinot, trangull dhe argjinaret mund të përdoren gjithashtu për të lehtësuar edhe shqetësimet e problemit të hemoroideve. Farat. Gjëja më e mirë për farat e pasur me fibër janë mënyra e shumtë që ato mund të përfshihen në dietën tuaj. Me 34,4 gram fibër për 100 gram të këtyre farave, do të siguroni gjithashtu një laksativ dhe një burim të mirë të elementëve lirues. Farat janë një ushqim i dobishëm sepse mund të përfshihen në çdo pjatë. Ato mund të spërkaten në sallata, në smoothie ose edhe në kosh. Gjithashtu edhe drithrat integrale mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për zorën tuaj dhe për të mbajtur larg shqetësimet e hemoroideve. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos u zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.